Përdorimi i historive motivuese në të mësuarit, punën dhe jetën personale është një mjet i fuqishëm për të inspiruar dhe inkurajuar njerëzit. Historitë motivuese kanë fuqinë të prekin emocionet, të shtyjnë individet drejt të arritjes së qëllimeve dhe të ndihmojnë në përballjen me sfidat. Ja disa histori motivuese nga fusha të ndryshme që tregojnë për suksesin pas sfidave dhe dështimeve. Thomas Edison dhe lampa elektrike. Edison shpesh është përmendur për përkushtimin dhe durimin e tij të jashtëzakonshëm. Ai tentoi mijëra herë përpara se të arrinte të krijojë llampën elektrike të funksionueshme. Kur u pyet rreth dështimeve të tij të shumta, ai tha: "Unë nuk kam dështuar, kam gjetur 10.000 mënyra që nuk punojnë." J.K. Rowling dhe Harry Potter. Para se të bëhej një nga shkrimtarët më të suksesshme në botë, J.K. Rowling ishte një nënë e vetme që po luftonte me varfërinë. Manuskripti i saj i parë i Harry Potter u refuzua nga disa shtëpi botuese. Megjithatë, ajo nuk u dorëzua dhe vazhdoi të dërgojë dorëshkrimin e saj derisa u pranua nga një shtëpi botuese dhe u bë një fenomen global. Abraham Lincoln dhe karriera e tij politike. Lincoln përjetoi shumë dështime dhe humbje, zgjedhjesh para se të bëhej presidenti i 16 i Shteteve të Bashkuara. Ai u përball me sfida personale dhe profesionale, por vazhdoi të punojë me përkushtim drejt qëllimeve të tij, duke u bërë një nga figurat më të respektuara në historinë amerikane. Stephen Hawking dhe suksesi i tij akademik. Pavarësisht diagnozës së tij me sëmundjen e motor neuronit në moshën 21 vjeçare, e cila gradualisht e bëri të paaftë të lëvizë dhe të flasë, Hawking u bë një nga shkencëtarët më të shuar në fushën e fizikës teorike dhe kozmologjisë. Ai shkroi libra të suksesshëm dhe kontribui me teori të rëndësishme shkencore. Elon Musk dhe rruga drejt inovacionit. Musk ka përjetuar një rrugtim të mbushur me sfida të shumta, duke filluar nga PayPal dhe vazhduar me kompanitë si SpaceX dhe Tesla. Ai është përballur me kritika, dështime teknike dhe vështirësi financiare, por ka vazhduar të punojë për të çuar përpara inovacionin në fushën e transportit dhe hapësirës. Këto histori demonstrojnë se si përkushtimi, durimi dhe besimi në vetvete janë thelbësore për të arritur sukses, pavarësisht sfidave dhe pengesave në rrugë.